Dhikri, përmendja Allahu xhaleshanuhu e forcon shumë zemrën, e stabilizon. Ju e dini se melekët, një prej dhikreve për shembull, Allahu azza wa jall, kur janë anku Allahu subhanahu wa taala për bartjen e arshit, e në transmetim ajeti që përmendet ku e bartin arshin Allahut atë ditë 8 melaçe, dhe ulema kanë thonë ditën e kiametit e bartin ose ditën e gjykimit, do kanë thonë non stop e bartin 8 melaçe. Edhe i kanë kërkuar Allahut azza wa jall diçka për me i forcu. Për me mujt me bart arshin se arshi, kresa më e madhe e Zotit. Atëherë Allahu xhaleshanu i ka dhënë një prej thesarëve të xhennetit, fjalën la hawla wala quwwata illa billah. Për me forcu zemrën, për shembull, kjo fjalë është shumë e rëndësishme, ky dhikr. Unë ju këshilloj mesatarisht një herë, 100 herë në sabah me thonë këtë fjalë, 100 herë në akşam. Edhe shifni se, apo keni me pa, se streset e ditës keni me të i kalu shumë letë për mes këti dhikri. Zemra ka më forcu. S'keni më konë si kurse njerëzit e rëndomët. Keni më balafaqu, keni më bo balë sprovave tjetës shumë ma fuqeshëm.